Zoti Adnan Xholi mori 3 vota. Kandidati Dolores Musabelli mori 0 vota. Kandidati Elvin Gokaj mori 1 vot dhe kandidati Klodrian Brau mori 7 vota nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Këshilli vendosi zgjedhjen e prokuror Klodrian Brau në pozicionin e drejtuesit të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Zoti Arben Kraja emërohet drejtues i prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Zoti Altin Dumani emërohet drejtues i prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Këshilli vendosi zgjedhjen e prokuror Klodrian Brau në pozicionin e drejtuesit të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në një moment kritik për drejtësinë, në një vend ku betejat kundër korrupsionit kanë prekur majat e politikës, ekonomisë dhe institucioneve shtetërore, për prokurorinë e posaçme është hapur një kapitull i ri. Pas një prezantimi të gjatë publik, Këshilli i Lartë i Prokurorisë zgjedh me shumicë votash Klodrian Brau si drejtues të ri të SPAK. Prokurorin që për vite me radhë ka hetuar korrupsionin e zyrtarëve të lartë. Një emër jo shumë i ekspozuar publikisht, por një dorë që ka firmosur dosje të mëdha, dosje të rënda, por donjëherë edhe të debatueshme. Por mandati Klodrian Braus vjen edhe me sfida të tjera. Jo vetëm për ruajtjen e standardeve dhe trashëgimisë së drejtuesit aktual, Altin Dumani, në hetime dhe qëndrime të forta, por edhe sepse korespondon me 3 vjeçarin që çon në ripërtëritjen e SPAK. Në fund të këtij 3 vjeçari me ligjin aktual, nga struktura e posaçme, do të duhet largohet jo vetëm Klodrian Brau, por edhe 10 prokurorë të tjerë të posaçëm që janë emëruar në dhjetor të vitit 2019. Dhe si drejtues, ai do të duhet të sigurojë kolegët për të ardhmen e tyre. Ligji thotë se pas përfundimit të mandatit në strukturën e posaçme, prokurorët rikthehen në detyrat që kanë mbajtur, por pjesa më e madhe e tyre vjen nga një prokurori që tashmë është shkrirë, Prokuroria për krime të rënda. Këtë paqartësi të ligjit, kreu në ikje i SPAK Altin Dumani e ka ngritur si shqetësim në mënyrë që ligji të plotësohet, pasi në të kundërt, këta prokuror nuk do të kenë një vend në sistem. Duke parë nga e ardhmja, Dumani po ashtu në disa dalje publike, kërkoi mundësinë e rikandidimit të prokurorëve të SPAK, edhe pas mandatit 9 vjeçar. Por teksa Dumani kishte kohë, pasardhësit të tij, Brau, do t'i duhet që t'i çojë para këto kërkesa brenda 3 viteve, ku SPAK-u të sigurojë që prokurorët e posaçëm pas mandatit ta kenë të qartë fatin e tyre. Dhe me gjithë sfidat me të cilat do të përballet gjatë mandatit të tij 3 vjeçar si drejtuesi i SPAK, me sa duket Braho ka edhe një tjetër lup që do e vëzhgojë gjatë kësaj detyre. Ndërkombëtarët. Ashtu si kur dikur Yuri Kim vëzhgoi nga afër zgjedhjen e Altin Dumanit, edhe procesi i pasardhësit të tij nuk i shpëtoi vëmendjes së përfaqësive diplomatike. Ata ishin aty për të parë, e me sa duket edhe për të fituar, pasi sinjalet e tyre se Klodrian Brau ishte i preferuari i tyre, i kishin dhënë që nga shtatori. Madje duket se për ta kujtuar një detaj të tillë, diplomatët amerikanë bën thuajse të qartë, kur një ditë para zgjedhjes në KLP kishin ribotuar fotografinë e një zyrtari të lartë të Departamentit të Shtetit në zyrën e Braus në SPAK. Votimi për drejtuesin e prokurorisë së posaçme bëhet i hapur dhe nominal. Surpriza duket se u hoqën që në nisje të procesit mëngjesin e 12 dhjetorit 2025, kur Këshilli i Lartë i Prokurorisë vendosi që votimi për kreun e ri të prokurorisë së posaçme të ishte publik dhe jo i fshehtë. Sokol Stojani voton për Adnan Xholi. Mojsi Duda, Klodrian Brau. Olger Eminaj, Klodrian Brau. Erin Mërkuri, Adnan Xholi. Mirela Bogdani, Klodrian Brau.
Vac Staka, Adnan Xholi, Ledina Riza, Klodian Braho, Erin Gërmenji, Klodian Braho, Zeqir Hoda, Klodian Braho, Arta Mandro, Klodian Braho, Erion Fejzulla, Elvin Gokaj. Atëherë rezultati është i tillë. E bët, okay. Klodian Braho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adnan Xholi 1, 2, 3 vota dhe Elvin Gokaj 1. Pra me 7 vota, nga 11 antar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Klodian Braho zgjidhet drejtuesi i SPAK. Detyrë që do ta marrë zyrtarisht në 19 dhjetor 2025, pasi të mbaroj përfundimisht mandati i Altin Dumanit. Por kush është në të vërtet Klodian Braho? Cili është profili i pa autorizuar i njeriut që nga 19 dhjetori do të udhëheq institucionin më të fuqishëm të drejtësisë shqiptare? Ky dokumentar ndjek gjurmët e karrierës së tij, dosjet e tij më të forta, betejat, dështimet, presionet dhe prioritetet që ai ka vendosur si busull për vitet e ardhshme. Nga hetimet që kanë rrëzuar ministra, te çështjet që gjykata ja ktheu për plotësim. Nga lufta me korrupsionin e lartë, te sfidat e një institucioni që kërkon t'i tregoj vendit se askush nuk është mbi ligjin. Klodian Braho, 44 vjeç nga Skrapari, i cili ka qenë një prej figurave kryesore të SPAK-ut, është pjesë e sistemit të drejtësisë që prej vitit 2007. Pas përfundimit të studimeve në Fakultetin e Drejtësisë, në Universitetin e Tiranës dhe Shkollën e Magjistraturës, ai u emërua prokuror në vitin 2007. Karrierën e nisi në prokurorinë e Beratit, ku qëndroi në detyrë deri në vitin 2012. Më pas, u transferua në prokurorinë e Vlorës, ku ushtroi detyrën deri në vitin 2015, përfshirë edhe një periudhë si zëvendës drejtues i organit të akuzës atje. Nga Vlora, ai u transferua mëtej në prokurorinë për krime të rënda në Tiranë, ku përfshi në hetimin e disa çështjeve të rëndësishme. Në korrik të vitit 2019, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit e konfirmoi në detyrë me vendimin numër 191, duke i hapur rrugë emërimit në SPAK. Në vitin 2022, ai u përfshi në procesin e kandidimit për postin e kreut të SPAK, por më pas u tërhoq nga gara. Ndërkohë ai është drejtuesi i seksionit të korrupsionit dhe është autori i hetimeve ndaj disa prej dosjeve më të rëndësishme të viteve të fundit. Kam një eksperiencë prej rreth 18 vitesh në sistemin e prokurorisë. Jam bërë pjesë e sistemit të prokurorisë nga shkolla e magjistraturës, të cilën të paktën për rezultatet e formimit teorik e kam mbaruar me nivelin shkëlqyeshëm. Dhe kam ushtruar funksionin e prokurorit në disa zyra të ndryshme të vendit, në prokurorinë e Beratit, në prokurorinë e Rrethit Vlorë, në prokurorinë për krime të rënda dhe nga vitin 2019 në prokurorinë e posaçme. Vlen për të përmendur se në prokurorinë Vlorë kam qenë pjesë e njësisë task force të prokurori dhe për një periudhë 2 vjeçare kam qenë dhe drejtuesi i njësisë dhe zëvendës drejtuesi i prokurorisë. Në prokurorinë për krime të rënda kam punuar në periudhën 2016-2019 dhe kam qenë pjesë e njësisë për hetimin e korrupsionit dhe pasurisë, e cila ka patur për kompetencë hetimin e zyrtarëve të lartë shtetëror, të zgjerrëve vendor dhe të funksionarëve të drejtësisë. Po kështu në këtë prokurori në periudhën vitit 2019 derisa kjo zyrë pushojse funksionore, kam ushtruar edhe funksionin e drejtuesit të seksionit, i cili në fakt dyshojmë vetëm emërtimi nga njësia për hetimin e korrupsionit u zhduruar në seksion kundër korrupsionit. Prej ditës parë të funksionimit të prokurorisë posaçme jam pjesë e kësaj prokurorie dhe nga muaji prill 2023 jam edhe drejtuesi i seksionit të kundër korrupsionit.
Nga data 19 dhjetor 2025, ai do marrë drejtimin e prokurorisë së posaçme, por bashkë me të, siç shprehet vetë ai, mund të huazojë edhe disa nga tiparet më të mira nga paraardhësit e tij. Qetësinë e Arben Krajës dhe vendosmërinë e Altin Dumanit. Nga zoti Dumani do merr një proaktivitet dhe vendosmërinë. Sigurisht edhe nga detyruesi tjetër zoti Kraja do merr një atë që unë edhe shpjegova pak më shumë si pjesë pozitive të tij qetësinë në kryen e detyrës. Do merr një tiparet më të mira të dyve, në një anë të proaktivitetit, të vendosmërisë, edhe nga ana tjetër dhe atë të qetësisë dhe të vetëpërmbajtjes në mënyrë që të bëjë një kombinim më të mirë për tyre. Dhe është fat jo vetëm për drejtuesit, por edhe për kolegat të tjerë, që është fat kur i ke kolegë dhe sidomos kur ke çështje të përbashkëta dhe mësojmë nga njëri tjetri, marrim atë elementi më të mirë siç mund të kemi mësuar edhe ata nga ne. Teksa lexoj për afro një orë platformën e tij për drejtimin e SPAK, që bindi edhe 7 antarë të KLP-s që i dhan votën, Klodian Brau renditi edhe sfidat që e presin, por tregoi edhe vizionin e tij për punën e institucionit më të rëndësishëm të akuzës në vend. Megjithatë, nuk la pa përmendur disa herë edhe drejtuesin e ri të BK-s, të zgjedhur vetëm disa ditë para tij, dhe projektet që ka për të bashkëpunuar për hetimet. Në këtë periudhë jashtëveçare, struktura e posaçme nuk ka patur kapacitete dhura për të realizuar në mënyrë të pavarur veprime operacionale të vëzhgimit të personave në vende publike, vendosjen e pajisjeve dhe realizimin e përgjigjeve në vende private. Në këtë drejtim, veprimtaria hetimore e prokurisë posaçme dhe BK-s ka qenë kufizuar në aspektin operacional nga institucionet të tjera, siç është Policia e Shtetit. Vlerësoj se në bashkëpunim me drejtorin e BK-s duhet ndërmerrë masë e nevojshme për të krijuar brenda BK-s një njësi të veçantë që të jetë aftë që në hetimin e çështjeve penale të caktuara, të veçanta, të jetë në gjendje që të realizojë veprimet operacionale të përgjigimit në vende publike edhe në vende private. Krijimi i kësaj njësie, pajisjeve me mjete teknike të nevojshme, trajnimi i personave përkatës, do të rrisë efikasitetin dhe shpejtësinë e hetimeve. E njëjta gjë është edhe lidhur me mundësinë e Byros Kombëtare të Hetimit për të kryer ekzekutimin të masave të sigurimit. Edhe në këtë moment vlerësoj që në bashkëpunim me drejtorin e BK-s duhet ndërmerrë masën e nevojshme për krijimin e një njësie taktike, të jetë aftë që për çështje të caktuara të realizojë vetë ekzekutimin e masave të sigurimit. Ngritja e kapaciteteve njerëzore dhe teknike për të bërë të mundur këto veprime operacionale të mësime, si lidhur me përgjigjimin dhe arrestimin, do të bënte të mundur realizimin e pavarësisë operacionale të prokurisë posaçme të BK-s nga institucionet tjera shtetërore. Përveç vijimit të punës, duke ruajtur standardin e krijuar tashmë, por edhe besimin e publikut e prokuroria e posaçme, duhen korrigjuar edhe defektet. E një defekt i tillë, jo pak i komentuar, madje edhe me një vendim të gjykatës kushtetuese, është marrja dhe sigurimi i provës. Konkretisht sekuestrimi i celularëve. Klodian Brau e tha qartë gjatë prezantimit të platformës së tij që ligji e thot qartë mënyrën e procedimit në raste të tilla, por është i njëjti ligj që me sa duket nuk u respektua brenda normave të rasteve të mëparshme, aq sa u desh vendimi kushtetueses për të vendosur ato kufizime, që në fakt i përcakton vetë ligji. Mjetet e kërkimit të provës, duke qenë veprime që mund të kufizojnë të drejtën e jetës private të qytetarëve, duhet të jenë në çdo rast në përputhje me parimin e proporcionalitetit. Është rëndësishme që organi procedues të kërkojë të mbledhë prova, por është po aq e rëndësishme dhe mënyra e kërkimit dhe marrjes së tyre. Në këtë drejtim do të synoj që veprimet hetimore të kërkimit të provës, me veçanti kontrollet në banesë, vende private, sekuestrimi i korrespondencës, përgjigjimet, të bëhen duke zbatuar në mënyrë tepër rigoroze kodin e procedurës penale, jurisprudencën e gjykatës lartë, të asaj kushtetuese, standardet kushtetuese dhe standardet ndërkombëtare për drejtat e njerëzit.
Zbatimi me korreksi i dispozitive procedurale që lidhen me mjetet dhe kërkimet e provës do të forcojë zbatimin e parimit të lishmërisë në veprimtarinë e hetimore të prokurisë posaçme, për të rrisë besimin publik të institucioneve shtetërore, si dhe të shmangë perceptimet për veprime hetimore jo proporcionale në raport me rrethanat e faktit. Prokuria duhet të jetë e kujdesshme në radhë parë me proporcionalitetin e veprimeve hetimore, që veprimi kontrollit apo kontrolli dhe sekuestrimit të dhënave të mos jetë veprimi i parë apo i dytë, po të jetë një veprim që siç parashikon ligji, të ketë dyshime të bazuara se vepra ka ndodhur dhe se ka kryer ai person. Deri në këtë moment vendimi i gjykatës kushtetuese nuk është zbardhur në vendin time, sigurisht që në varësi të atij vendimi prokuria do normoj sjelljen, mund të nxjerrim edhe një udhëzim të përgjithshëm për të normuar sjelljen në raport me vendimin. Unë kam frikë edhe kam bindje që jo të gjitha gjërat do ezaurohen në atë vendim të gjykatës kushtetuese. Në fakt, dispozita ligjore është e vjetër, thotë korrespondencë, në atë kohë kur është bërë ligji referohet zarfeve kam mendimin që ka nevojë për një ndërhyrje ligjore të kujdesshme që edhe organet e hetimit të hetojnë brenda kufive dhe kompetencës tyre dhe të respektojnë dhe të drejtat e palëve. Një tjetër problematik, me të cilën SPAK është përballur gjatë 6 vjeçarit të funksionimit të tij, është edhe publikimi i dosjeve hetimore në media. Madje në shumë raste ka pasur vendim për mos publikimin e tyre nga gjykata e posaçme. Megjithatë, sërish kjo nuk e ka penguar daljen e akteve, por Klodian Brau thotë se disa hetime të nisura në këtë drejtim kanë dhënë efekt, donse sipas tij, në 99% të rasteve, dosjet publikohen nga palët dhe jo nga prokuroria e posaçme. Kjo situatë ndodh nuk po them 100% të rasteve, por 99% të rasteve ndodh kur palët njihen me aktet hetimore, me masën e sigurimit apo me akuzën dhe kanë të drejtën të marrin kopje të tyre, qoftë mbrojtësi, qoftë i panderuri apo palët e tjera. Atëherë ndodh kjo rrjedhje e materialeve në media që në këtë moment nuk është më përgjegjësia e prokurisë, është përgjegjësia atyre që kanë dokumentat, por edhe ndodhet në momentin që aktet më nuk janë më sekret hetimor. Problematika janë rastet kur ka rrjedhje të dhënave në momentin që akti është sekret hetimor dhe nuk e di askush përveç grupit të hetimit prokurorëve dhe oficerëve gjyqësor. Dhe këtu nuk ka nevojë për strategji, nëse kjo ndodh ka vepër penale, fillojnë hetimet siç kanë filluar, pavarësisht se mund të themi që apo mund të ketë pretendimin që nuk është gjetur ndonjë autor, por mendoj që ka dhënë efekt edhe këto masa, edhe fillimi i hetimeve, sepse kur fillon një hetim nuk i dihet se deri ku vet. Por ajo që mund t'ju them nga ana tjetër që situata sot në SPAK është shumë herë më ndryshe se sa ka qenë në vitet përpara. Shumë herë më ndryshe. Por jo gjithmonë kjo situatë mund të parandalohet dhe nuk është gjithmonë kompetenca e prokurorisë. Dhe si çdo njeri tjetër, edhe Klodian Brau e ka një pikë të fortë dhe një pikë të dobët. E fortë është eksperienca e tij e gjatë në hetimin e korrupsionit dhe e dobta, vëmendja publike, që pas 19 dhjetorit do jetë e shtuar. Megjithatë, ai e thotë se edhe kësaj do i kushtoj vëmendje pasi në çdo rast, çdo kush ka nevojë për përmirësim. Unë nuk mendoj që jam perfekt, secili mund të ketë pikat e forta, pikat e dobta. Si pikë të fortë do përmend faktin që kam eksperiencë të gjatë në hetimet e veprave penale lidhur me korrupsionin. Por unë kam që nga viti 2012 që jam marrë kryesisht vetëm për vepra penale të lidhura me korrupsionin. Për shkak natyrës kam patur qetësinë dhe qartësinë e duhur në kryerin e hetimeve dhe maturinë, jo vetëm njerëzore, por edhe procedurale. Në të pikpamje këto i vlerësoj si një gjë pozitive. Për sa i përket pikës time të dobët, do të tregojmë sinqert edhe për këtë. Prokuria nuk ka qenë
më përpara se që sot, as ne nuk kemi qenë të përgatitur për të lloj komunikimi publik, për të lloj vëmendje publike. Dhe mendoj që kjo ka qenë është një ndër pikat e mia, nuk do thosha të dobta, por do t'i kushtoj një shumë rëndësi në të ardhmen, mënyrën e komunikimit me publikun, mënyrën e komunikimit me media, dhe transparenca, që ka të bëjmë në situatë të tilla që ne si trup prokurorësh edhe nuk kemi qenë të mësuar apo të përgatitur. Sepse siç e shohim, gjithmonë del drejtuesi, është ai që përfaqëson, por prokurorët nga ana tjetër nuk kanë patur gjithmonë këtë mundësi. Dhe këtu kanë vend për përmirësim. Për Klodian Brau, në 6 vite, SPAK ka kaluar edhe eksperienca të vështira, por ai ka dhe një filozofi të vetën, dhe njëkohësisht edhe një zgjidhje. Çdo vështirësi sipas tij zhndërrohet në aftësi, dhe me sa duket kjo, mund të kalohet edhe duke e ndarë përgjegjësinë dhe punën për dosjet hetimore me prokurorë të tjerë të SPAK, sepse sipas tij, qëllimi nuk është që dikush të shkojë në burg, por të vendoset drejtësi. SPAK-u nuk fillon sot, ka 6 vjetë që funksionon, sigurisht kjo 6 vite është edhe eksperiencë, edhe vështirësitë ku kalohen shndërrohen në aftësi. Një pjesë e prokurorëve kanë qenë të mësuar, sepse pothuajse gjysma ka punuar te krimet e rënda që nuk ka qenë publiciteti kaq i madh mbase, por ashpërsia e punës ka qenë edhe mbase më ka qenë disa raste edhe më ashpër. Në cilësinë e drejtuesit, sigurisht do të isha empatik me secilin prej kolegëve dhe do ndaja me ta përgjegjësinë për dosjet me grupet hetimore, duke mbështetur në punë dhe mbi çdo nevojë që ata do kishin. Dhe nuk është qëllimi që patjetër dikush do të shkojë në burg. Qëllimi është që të bëhet drejtësia. Kështu që mund të dëgjoj dhe mund të pres edhe zyrtar apo publik tjetër, por zgjedhja është ajo që parashikon ligji, sepse nuk mund ta bëjmë ndryshe. Goditja e krimit të organizuar dhe korrupsionit nuk do të mjaftonte nëse nuk goditen edhe financat e tyre. Ndjekja e paras është kryefjala e timeve në botë, kjo duket do vazhdoj të jetë edhe filozofia e SPAK në drejtimin e Klodian Braus 3 vitet e ardhshme. Gjatë prezantimit të platformës së tij, Brau përmendi se është punuar shumë në këtë drejtim dhe është arritur të konfiskohen mbi 18 milion euro pasuri që janë sa 2 fishi i buxhetit të SPAK. Por thotë që çdo çështje penale do të shoqërohet me hetim pasuror. Do të sjell në vëmendje vetëm një rast kur në vitin 2023 është konfiskuar një shumë prej 18.4 milion euro, gjendin në llogari bankare me origjinë nga vendoria kriminale, të cilat i përkisin një organizate kriminale. Sjell në vëmendjen tuaj që vetëm kjo shumë është sa 2 fishi i buxhetit të SPAK-ut në vitin 2023 dhe buxheti në total ka qenë vetëm në shumën 8.9 milion euro. Do të merret masat e nevojshme që çdo çështje penale, përveç penale të korrupsionit apo krimit të organizuar, të shoqërohet me hetim financiar dhe pasuror me qëllim konfiskimin e produkteve të krimit, për të dëmtuar aftësinë financiare të krimit dhe për të përdorur pasuritë për qëllime të lishme. Për Klodian Braun, ka rëndësi institucioni dhe jo individi. Duhet të jetë SPAK që të përcaktoj standardin dhe jo emrat e përveçëm, as drejtuesi dhe as ndonjë prokuror. Dhe kjo sipas tij është sfida më e madhe e SPAK. Institucioni SPAK-ut të maturohet dhe të kalojë në atë pikën e pakthyrshme mbrapa. Në kuptimin që mos ketën si fare nesër se ku shkon prokuror, ku shkon zvendës apo drejtues, po të jetë institucioni ai që t'i imponojë njerëzve standarde. Unë këtë shoh sfidë. Dhe kjo realizohet me patjetër duke ruajtur pavarësinë e institucionit, pavarësinë e prokurorëve dhe duke u rritur institucionin, duke u pjekur, duke maturuar me standardet më të mira. Gjithë përpjekjet e mundshme që ai besim të ruhet, puna të vazhdojë dhe të rritim akoma më tej standarde.
gjithë sfida, kushdo drejtuesi të vi, aq më tepër që sot besimi është në nivele të larta, puna është më e vështirë se sa ishte 3 vjet më përpara. Por me çdo kusht mendoj që kushdo që të vi duhet bëjë përpjekjen maksimale për ta ruajtur besimin dhe për të përmirësuar ne atje ku mund të kemi vend për përmirësim. Prokuroria e posaçme ka qenë në qendër të retorikës politike në mesin e muajit shkurt, që prej arrestimit të kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, debatet publike kam pasur si kryefjalë SPAK-un. E teksa diskutohej për drejtësi apo pa drejtësi nga ana e strukturës së posaçme, që për 5 vite u duk se ishte fytyra më e pastër e drejtësisë së re, erdhën edhe deklarata zyrtare nga të dy krahët. Në 18 shkurt, kryeministri Edi Rama pranoi se ka disa gjëra që nuk shkojnë edhe me prokurorin e posaçme, pasi është ende një institucion i ri me shumë probleme. Sipas tij ka krijuar vetbesimin e pavarësisë, por Rama thot se nuk mundet që në emër të pavarësisë të intimidohen njerëz që merren në pyetje, apo edhe që paraburgimi të kthehet në një normë për të kapur e futur brenda pa gjyq këdo. Nga ana tjetër, një ditë para tij, lideri i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi se kur të vinë në pushtet do ta shkrisë SPAK-un. Edhe pse pas arrestimit të Veliajt, ai amnistoi të gjithë prokurorët e SPAK përveç Altin Dumanit. Por deklarata e Berishës erdhi në ditën që po dilte nga dyert e prokurorisë së posaçme në zbatim të masës detyrim paraqitje. Aty nuk i kurseu sërish sulmet ndaj Altin Dumanit, teksa deklaronte se nëse do i fitonte zgjedhjet e 11 majit, prokuroria e posaçme do shkriej, ndërsa prokurorët e lidhur me bandat do futeshin në burg. E në një kohë që dukej sikur fati i SPAK, sipas asaj retorike, do të përcaktoi pas zgjedhjeve të 11 majit me premtimin e Berishës për shkrirje dhe deklaratën e Ramës për mbështetjen e drejtësisë së reformuar, duket se SPAK-un tashmë e pret edhe një sfidë tjetër. Sfida me veten, me prokurorët dhe gjyqtarët e drejtësisë së re. Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit dhe askush nuk mund të jetë i privilegjuar prej tij. Në 5 vjet SPAK e ka demonstruar këtë më shumë se çdo institucion tjetër drejtësie donjëherë më parë. Dhjetorin e vitit 2024, ku arsyetua si një mesazh për politikën. Por para ligjit duhet të jenë të barabartë edhe vetë ata që japin drejtësi. Pra, vetë prokurorët dhe gjyqtarët e drejtësisë së re. Dhe dëshmia më e fortë për këtë do të jetë dosja që SPAK e ka në dorë që prej korikut të vitit 2024 dhe që në 20 shkurt 2025 kaloi për gjykim në gjykatën e posaçme. Dosje që me një vendim të gjyqtarit Erion Bani për mos publikim të saj deri në përfundim të hetimeve, asnjë pjesë e saj nuk doli në media. Ndoshta jo pa qëllim, pasi në fashikujt e saj flitej për afera korrupsioni dhe ushtrim ndikimit të palishëm tek gjyqtarë e prokuror të drejtësisë së vjetër dhe asaj të re. Po flasim për dosjen e timore në ngarkim të ish kryeprokurorit të Vlorës, Aurel Zarka, i arrestuar që prej korikut të vitit 2024. Pjesë e saj janë edhe një ish oficer e policisë gjyqësore dhe SPAK, një avokat dhe një biznesmen. Të tre këta janë në kërkim, pasi nuk është arritur arrestimi i tyre. Por çfarë e bën më të rëndësishme këtë dosje, janë komunikimet që 4 personazhet e saj bëjnë të shpenguar në platformën Sky, duke përmendur aferat me gjyqtar, prokuror dhe punonjës gjykatash. Teksa prej 5 vitesh, dosjet e shumta të prokurorisë së posaçme kishin tronditur botën e krimit, por jo vetëm, në vitin 2024, një dosje e njohur për publikun si dosja Zarka, duket se tronditi edhe vetë drejtësinë e re. Deri në atë moment, pazaret e krimit me drejtësinë ishin cekur në 2 deri në 3 dosje, por skema
dhe rrjeti i zbuluar nga komunikimet në Sky mes vetë njerëzve të drejtësisë treguan se ashtu si krimi i organizuar, edhe mes drejtësisë kishte organizim për të dhënë pa drejtësi. Magjistratja Eriona Daupaj, një ish oficer e policisë gjyqësore në SPAK, është në qendrën e këtyre komunikimeve bashkë me avokatin Radovan Çela dhe me ish krye prokurorin e Vlorës, Aurel Zarka, ky i fundit i arrestuar. Mënyra se si ajo shprehet në komunikimet që gjërat tona ka lexuar, tregon se mes njerëzve të drejtësisë ka grupime që punojnë së bashku si një rjet që kryejnë ato që ata konsiderojnë punë për të lehtësuar pozitat e njërit të hetuar apo tjetrit. Këto linja të zbardura nga dosja Zarka tregojnë se si kjo punë për të prishur një hetim niste që në fazat e para të marrjes në dorë të një referimi, derisa kjo dosje shkonte në duart e gjykatës. Një nga çështjet më të famshme ku këta njerëz të drejtësisë së re dhe të vjetër kanë vepruar për të dhënë pa drejtësi, është dosja e njohur gjërësisht për publikun si Toyota Yaris, ku u hetua futja në mënyrë të palishme 3.4 milion eurove përmes portit të Durrësit. Çështja u hetua fillimisht te krimet e rënda, pastaj u shpall mos kompetencë dhe u dërgua në gjykatën e Tiranës. Historia e kësaj dosje nis në 24 qershor të vitit 2018, kur në portin e Durrësit u sekuestruan rreth 3.4 milion euro. Në deklaratën zyrtare lidhur me sasinë rekord të eurove që u sekuestruan, policia e shtetit deklaronte në atë kohë se ishte vënë në dieni nga burimet vendase, një ditë para se të bëjë një deklaratë në Kuvendin e Shqipërisë. Policia e shtetit deklaronte se ishte vënë në dieni në datë 20 qershor 2018 për një karo Atrec me targa AA 120 SP që pritej të transportonte disa autovetura, e mes tyre një mjet me sasi eurosh të pa deklaruara, pa specifikuar tipin e automjeteve dhe as origjinën e vendit. Me marrjen e këtij informacioni, policia shpreh se u kishte dhënë porosi gjithë strukturave në pikat e kalimit kufitar për konstatimin dhe kontrollin e kësaj ngarkese. Çështja e 3.4 milion eurove fillimisht u hetua nga prokuroria e Durrësit, e cila më pas shpalli mos kompetencë dhe hetimin e mori në dorë prokuroria e krimeve të rënda. Por kjo dosje nuk qëndroi shumë as këtu. Pas shkrirjes së gjykatës së krimeve të rënda, kjo çështje ishte e para që i kaloi për kompetencë rretheve. Fatin e saj e mori në dorë gjykata e Tiranës, që pas një ping-pongu në institucionet e drejtësisë, në nëntor të vitit 2020 shpalli edhe vendimin. Pas më shumë se 2 viteve, nga sekuestrimi i 3.4 milion eurove, dosja Toyota Yaris përfundoi vetëm me një të pandehur. Gjykata e Tiranës pushoi akuzat për 4 nga 6 të dyshuarit. U dërgua për gjykim vetëm Elvis Vladi, i dyshuar si person që siguroi automjetet Toyota në Belgjik me akuzën e mos deklarimit të hollave në kufi. Ndërsa Agim Çeka, shoferi që solli makinat në Shqipëri, u gjykua vetëm për armbajtje pa leje, pasi gjatë kontrollit në shtëpi u gjet një pistolet. Gjykata argumentonte se provat e dorëzuara nga prokuroria nuk provonin përfshirjen e 4 personave të tjerë të dyshuar, duke i zhveshur nga të gjitha akuzat. Por kjo dosje tashmë është rikthyer sërish në qendër të vëmendjes, kur në vitin 2024 u arrestua ish krye prokurori i Vlorës, Aurel Zarka. Në vazhdën e hetimeve për korrupsionin atë brenda vetë sistemit, Lodja Mbrau ka hetuar dhe dosjen e famshme ndaj Aurel Zarkës. Me të, gjatë ushtrimit të detyrës në të shkuarën, Brau kishte ndarë edhe bankën e akuzës. Por përtej guximit për të hetuar qofte edhe një koleg të afërt kur kapet në palishmëri, dosje e cila zbuloi kulisat e nëndeshme të drejtësisë për të favorizuar krimin. Sot, pas më shumë se një viti nga arrestimet, nuk duket të jetë edhe aq e suksesshme në përballje me gjykatën. Kryeprokurori SPAK hetoi atë dosje të fragmentarizuar dhe çoi në gjyq më vete Aurel Zarkën, ish hetuesen e BK-s Eriona Daupaj dhe avokatin Radovan Çela, duke i akuzuar se ishin përfshirë në korrupsionin e ushtrim ndikimit të palishëm.
për të ndërhyrë në zgjidhjen e çështjes në favor të hetuarve për futjen në Shqipëri të 3.4 milion eurove nga porti i Durrësit, lirimin e pasurive të Suel Çelës, apo edhe në dosje të tjera. Shkalla e parë dënoi fillimisht Zarkën me 2 vite e 8 muaj burg, por dosja ngeci në apel, i cili është bërë atë dënim, duke konsideruar se SPAK dhe GKKO kishin vlerësuar gabim akuzat, pasi ish drejtuesi i prokurorisë së Vlorës dhe të hetuarit e tjerë, do të duhet të akuzoheshin nga SPAK për grup kriminal që bashkë vepronin për të ndërhyrë në drejtësi në favor të pandehurve në këmbim të parave. Dosja aktualisht ndodhet e rekursuar në gjykatën e lartë, aty ku SPAK dhe i pandehuri Zarka kërkojnë të njëjtën gjë, prishjen e vendimit të apelit. Nga ana tjetër, në 10 dhjetor 2025, edhe gjykata e Brukselit ka shpallur mos kompetencë për hetimin e dosjes Toyota Yaris. Gjykata e shpalli veten të paaftë territorialisht për të gjykuar këtë çështje. Dhoma e 46 e gjykatës penale beson se provat nuk përcaktojnë se kur ose në cilin vend u vendosën këto para të palishme në ndarjet e fshehura të automjeteve. Në fakt, kamioni udhëtoi nëpër disa vende përpara se të sekuestrohej nga autoritetet shqiptare. Zyra e prokurorit federal ende ka mundësinë të apelojë këtë vendim. Kjo dosje, që përfshin vetë njerëzit e drejtësisë në dhënien e pa drejtësisë, duket se është edhe një nga ato të debatueshmet që ka hetuar Klodian Brau. Ai e tha edhe vetë që detyra të ish krimet e rënda dhe të SPAK e ka bërë që të hetojë edhe kolegët e tij, edhe gjyqtar, dhe të përfaqësojë akuzën. Me gjithë polemikat për hetimin e dosjes më të përfolur, duket se vetë Brau ka bindjen se edhe njerëzit e sistemit të drejtësisë i ka hetuar me objektivitet. Për shkak të funksionit në prokurorin për krimet e rënda dhe në prokurorin e posaçme, ka qenë ngarkuar që të ndjekë hetime dhe përfaqësoj akuzën në gjyq edhe për prokuror dhe gjyqtar. Sigurisht nuk jam ndjerë mirë në asnjë rast për asnjërin prej tyre, por kam patur bindjen se ligji është i barabartë për gjithë, dhe se vetëm zgjidhja drejt të çështjes i shërben drejtësisë, i reziston kohës dhe reziston çdo reagimi apo qëndrimi emocional të përkohshëm. Po kështu kanë ndjekur hetime edhe për zyrtarë të lartë, për persona me ndikim në media dhe opinion publik. Edhe në të raste kam patur të njëjtin parim dhe të njëjtën bindje, duke gjetur zgjidhjen e drejtë të çështjes, jo zgjidhjen më të lehtë, edhe pse zgjedhjet e drejta në shumë raste krijojnë reagime të forta. Unë nuk vlerësoj se ka në një republik të prokurorëve në Shqipëri. Prokurorët kanë detyrën të zbatojnë atë që thot Kodi i procedurës penale dhe i vlerëson gjykata nëse kanë bërë mirë apo nëse kanë bërë gabim. Nëse vendimi i gjykatës nuk na përshtatet, ligji ka parashikuar rrugën. Nëse thon tëra gjykata këtë gjë, atëherë ka një problem me mënyrën se si njerëzit e konceptojnë të drejtën. Hetimi i korrupsionit, kryesisht i zyrtarëve të lartë, ka shënjuar karrierën e drejtuesit të ri të SPAK, Klodian Brau, e duket se kjo është pika hetime e fortë. Gjatë përvojës sime 18 vjet si prokuror kam ndjekur hetime dhe kam përfaqësuar akuzën në gjyq për një sër çështjes penale, të përfunduar me vendime gjyqësore dënimi, pjesë të cilave edhe kam depozituar bashkëlidhur platformës, ku përfshihen funksionar publik të çdo niveli, nga niveli i bazë, drejtor, kryetar bashkie, sekretari i përgjithshëm në ministri, zëdhënës ministër. Po kështu, gjatë eksperiencës time si prokuror, kam ndjekur hetime dhe kam përfaqësuar akuzën në gjyq për të pandehur të dënuar në cilësinë oficerit të policisë gjyqësore, prokuror, ish titullar të dyshimit prokurorisë, gjyqtar në shkallën e parë, gjyqtar në gjykatën e apelit, gjyqtar në gjykatën e lartë. Gjatë eksperiencës time kam ndjekur gjithashtu dhe disa çështje që lidhen me krimin organizuar në bashkëpunim ndërkombëtar, me hetime paralele apo skuadra përbashkëta hetimore. Mes çështjeve më të nxehta që Klodian Brau ka kryer hetime dhe ka përfaqësuar akuzën në gjykat, është edhe ajo e ish prokurorit të përgjithshëm Adriatik Llalla. Në përfundim të seancave gjyqësore, Llalla u shpall fajtor dhe u dënua me një vendim të formës së prerë me 2 vite burgim dhe konfiskimin e pasurisë. Megjithatë, Llalla ishte larguar drejt Italisë, ku Klodian Brau nisi dhe një letër porosi me qëllim ekstradimin e tij. Nga ana tjetër, një dosje që ai ka hetuar bashkë me Aurel Zarkën ishte ajo e kryebashkiakut të Vlorës, Shpëtim Gjika, për akuzën e shpërdorimit të detyrës,
dosje e cila rrëzoi nga Froni, Gjikën. Ndërkohë në një çështje tjetër të rëndësishme, Braho arriti të rrëzojë mitin e drejtorëve të Bashkisë së Tiranës, duke thyer edhe imazhin e një institucioni të suksesshëm. Hetimi Klodian Braus depërtoi me sukses në aferën korruptive të njohur ndryshe si skema 5D, që tregonte veprimet abuzive me fondet publike që kryenin drejtorët e Bashkisë së Tiranës. Njëherësh Brau urdhëroi arrestimin e disa zyrtarëve dhe personave të tjerë biznesmen që kryenin procedurat e ndërtimit të inceneratorit të Elbasanit. Pas këtyre veprimeve, ai u përball me një fushatë të egër mediatike e cila u venic me kalimin e kohës. Por nga ana tjetër, Klodian Brau është edhe prokurori i dosjes së Gërdecit, që po hetohet prej vitit 2021. Megjithatë, ende nuk është marrë asnjë vendim. Braho është pjesë e grupit të prokurorëve që firmosën dosjen për ish-ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu, tashmë në proces gjyqësor. Në akuzën për shpërdorim detyre në lidhje me rolin e tij si ministër në tragjedinë e Gërdecit. Vetë detyra e tij e ka detyruar Klodian Braun të përballet edhe me sfida gjatë hetimeve që ka kryer për korrupsionin. Por teksa pyetet për një zgjedhje mes stabilitetit të vendit apo pavarësisë si prokuror për të vënë drejtësi, ai e ka një përgjigje edhe për këtë. Nuk kam pasur në një çështje, ka pasur çështje që kanë shkaktuar efekte, patjetër, por nuk kam menduar që ndonjëherë dhe nuk e mendoj që hetimi i një çështje si problem në stabilitetin e vendit. Mendoj që hetimi i çështjes, marrja e vendimarrjes sipas ligjit, gjithmonë sjell të mira për vendin dhe nuk destabilizon vendin. Në qoftë se do kishte një rregullim të tillë ligjor, të shohim ta zbatojmë. Vetë kësaj stabiliteti i vendit nuk komentohet me këshilla apo me mendime. Thotë se ka një problem për vendin, lidhet Këshillit Sigurisë Kombëtare. Por gjithsesi, unë theksoj edhe një herë, në çështje që kam patur nuk e kam ndier ndonjëherë këtë gjë. Asnjëherë. Dhe i bindur që një çështje penale nuk e sjell një problematik lidhur me stabilitetin e vendit. Kam bindjen që një vepër penale duhet hetohet, duhet gjykohet dhe nuk mund të mbulohet me asnjë arsyetim tjetër. Vetë objektivi i prokurorisë së posaçme është të hetojë korrupsionin dhe krimin e organizuar, që nga themelimi i kësaj strukture, dosje të tilla ka pasur me shumicë. Janë goditur grupe dhe organizata mjaft të fuqishme të krimit të organizuar, por edhe zyrtar të nivelit më të lartë të pushtetit qendror dhe atij vendor. Duke i njohur meritat dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në luftën kundër krimit të organizuar, Klodian Brau thotë se problematike ngelet korrupsioni që duket se do të jetë edhe prioritet i politikës penale të SPAK në vazhdim. Në mendimin tim, korrupsioni ushqet nga krimi organizuar, sepse është ajo që buron paranë dhe paraja pastaj korrupsion zyrtar. Por i shoh në dy kundërshtime ndryshme. Krimi organizuar, flas në SPAK, është në një situatë që dashur pa dashur do luftohet. Jo për vetëm meritën tonë, por edhe për merit të partnerëve ndërkombëtar. Sepse edhe ne mund të mos hetojmë një person të caktuar, vinë provat nga jashtë të hetosh. Dhe unë mendoj që SPAK në drejtim është nivelin e duhur dhe ka vendosur standardet e vet. E shoh më problematike situatën e korrupsionit, jo tek goditja e të pandëshkueshme, se kjo nuk mjafton. Godet dikë, mbas s'është fjala normale, por pra nëse merr një zyrtar lart të pandehur, vazhdon çështja në gjyq, kam vërej që edhe pas saj situata e korrupsionit mund të vazhdojë. Thjesht njerëzit trëmbe, por janë të prirur që ta vazhdojnë veprën e tyre. Dhe mendoj që në këtë periudhë unë do doja që t'i kushtoja më shumë si kësaj situate. Pra korrupsion. Pra korrupsionit sistematik, bazuar në riskun, bazuar në informacionet që vijnë, bazuar në analizën që ne mund të bëjmë trendeve kriminale të tjera.
Megjithatë, Brau pranon se korrupsioni nuk mund të luftohet vetëm nga SPAK dhe sipas tij faktet tregojnë se është goditur. Por jo çdo formë korrupsioni që ndodh në vend mund të zbulohet dhe është pothuajse e pamundur që kjo të ndodhë. Për të arritur në nivelin që të mos ketë korrupsion, duhet diçka më shumë se sa vetë SPAK. Unë nuk mendoj që korrupsioni nuk është goditur, sepse vetëm duke parë nivelin e zyrtarëve, duke parë nivelin e çështjeve, mendoj që prokuria e posaçme ka bërë detyrën të drejtim. Problemi që ndron që nuk mund të pretendohet që gjithë korrupsioni në Shqipëri që mund të ndodhi sot do në ditë, prokuria e posaçme të jetë në gjendje ta detektojë dhe ta ndjekë penalisht. Kjo është e pamundur. Prokuria e posaçme mund të japë shembullin që një zyrtar mund të goditet, mund të japë shembullin që një vetëri për bën vepër penale mund të goditet, por për të arritur atje që mos kemi korrupsion, duhet një diçka më shumë se sa SPAK-u. Parë organet e tjera, prokurit të rrethave, policia e shtetit, po edhe ne vetë si qytetarë duhet të jemi më proaktiv në raportimin e korrupsionit dhe situata korruptive. Dhe pjesa tjetër është që sigurisht mendimet, opinionet janë të pranishme dhe shpesh bëhet sipas një lloj bindje që edhe nuk e njohin në të vërtetën e dosjes apo sa prova ka dosja. Është e lehtë të thuash që X zyrtar është i korruptuar duke shkuar në burg, por duhet të kesh provat e nevojshme për të ngritur akuzë dhe për ta mbrojtur çështjen në gjykatë dhe të marrë vendimi from të prerë. Nuk është e lehtë. Ashtu si paraardhësi i tij Altin Dumani, edhe Klodian Braho duket se ka të njëjtin qëndrim për policinë e shtetit. Nisur nga shqetësimi i ngritur për një numër të ulët referimesh nga organet ligjzbatuese në SPAK, Braho e pranon si të vërtetë, por nga ana tjetër nuk heziton që të flasë edhe hapur. Në vazhdim, mund të arrihet që policia e shtetit do të jetë e panevojshme, pasi SPAK dhe BKH do të kenë strukturën e mjaftueshme për të qenë proaktiv dhe për të nisur vetetime. Referimet e kallëzimet kanë qenë të ulta, por ne kemi gjitha mundësitë, kemi kapacitetet e nevojshme, duke patur parasysh dhe numrin e hetuesve që do rekrutohen, do të jemi në gjendje që mbas të vinë ditë që do kemi nevojë fare për referimin nga policia e shtetit. Pra ne do të bëjmë prioritetet tona, llogaritë tona me bazën e burimeve tona. Dhe unë mendoj këtë që mund ta realizojmë, sepse me një trup prej 100 hetuesis dhe 40 apo 50 oficerë të tjerë të shërbimit përgjithësore, është një strukturë e mjaftueshme për të qenë proaktive dhe për të qenë burimi kryesor i çështjeve të SPAK. Me gjithë punën e bërë në 6 vite, me gjithë arritjet dhe dështimet, Klodian Braho, pas datës 19 dhjetor 2025, e presin sfida edhe më të mëdha. Cilësia e jetës së tij ka qenë disi më ndryshe nga ajo e qytetarëve të zakonshëm. Për shkak të funksionit, sidomos që në momenti i krimeve të rënda dhe më mbrapa, sidomos në këtë periudhë, sigurisht që sjellja ka ndryshuar. Pra, prokurorët nuk mund të bëjnë një jetë normale si gjithë të tjerët. Nuk po themi se arrim në mbyllur, por ka ca kufizime që duhet të respektojmë. Ai sa shkon që edhe kur shkon në një lokal kontrollojmë në QKB kush e ka lokalin. Edhe them shumë sinqerisht të pjesë. Patjetër që këto janë kufizime që edhe janë, nuk janë vetëm tek ne, por janë në gjithë vendet e qytetërora. Por ajo që mund të them është që unë përpiqem të mos ta ndryshoj mënyrën time të jetesë. Sepse në të kundërt do kthesh një situatë negative, ky presion i punës apo ngarkesa e punës. Përpiqem të mbaj punën larg shtëpisë dhe mos ndryshoj mënyrën time të jetesës, flas për veprimet e përditshme që bën një person, por gjithmonë duke respektuar një sër kufizimesh që kemi zgjedhur vetë të punë, nuk na ka sjellë me zor, por normalisht të kufizimet duhet të ekzistojnë. Këto ka ndodhur kur ishte prokuror, por situatat mund të ndryshojnë tani që është drejtuesi i strukturës më të rëndësishme hetimore në vend. Mund të mos jetë vetëm çështje ekspozimi, por në ndonjë rast edhe rreziku. Një sinjal kujdesi
apo ndoshta edhe ndonjë mesazh tjetër. Braho e dha vetë ditën kur edhe u zgjodh nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë si drejtues i SPAK. Teksa ulej për të prezantuar platformën e tij, ai nxori nga çanta një gotë plastike dhe vendosi krah shishes me ujë mbi tavolinë. Nëse ishte sinjal për sigurinë, mesazh për vazhdimsinë e punës së SPAK, apo thjesht një zgjedhje e tij për të konsumuar ujë në gotë dhe jo në shishe, si kolegët e tij që kishin folur para tij, këtë nuk mund ta themi. Megjithatë, ky veprim i Klodian Braus mori të gjithë vëmendjen e medias. Detyra e tij e re në drejtim të SPAK do e përballë me shumë sfida dhe vështirësi, siç u shpreh vetë ai. Megjithatë, çdo situatë e vështirë ka një zgjidhje të lehtë dhe ajo është përmes zbatimit të ligjit. Me këtë filozofi, Klodian Braho mori votbesimin e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Edhe unë kam qenë pjesë e strukturës, po edhe më përpara, edhe kemi ndjerë presione herë direkt, herë indirekt, herë publik, herë jo publik. Por jo vetëm tani, sepse tani jemi në SPAK, kemi mbrojtje, kemi garanci, por po flasë për kthejmë dhe mbrapa kohës, ku nuk i kemi patur këto, apo siç janë sot prokurorët e rretheve, sepse edhe ata mund të kenë presione, mund të kenë dhe dosje të vështira. Ka një rregull që e kanë zbatuar të zbatojë. Çdo çështje e vështirë, çdo problematikë e vështirë ka një zgjidhje shumë të thjeshtë. Do zbatosh ligjin. Sepse ajo zgjidhja që i mbetet kohës dhe ajo zgjidhja që nuk do të gabosh.